përcaktimin natyror, por tani e sjell dhe vërdil edhe e vërtit çfarë u duket e përshtatshme. Nuk ka kjo përpjekje për të shuar konceptin e familjes shqiptare dhe familjes në botë, siç është prindi, baba, nëna, fëmia. Do thot se vendin e Marksit të dikurshëm në Shqipëri e ka George Sorosi. Dhe unë ju them ju, ne nuk duhet ta nervosojmë sepse George Soros ka mbështetës të fuqishëm. Shqiptar dhe jo shqiptar, që ditën dhe natën punojnë kundër opozitës shqiptare. E shpallin opozitën shqiptare jo perëndimore vetëm se mbron këto vlera të shejta, të familjes, të atë dheut dhe të kombit. Për ligjin narkoshtetin duke mbështetur Edi Ramën, dhe me këtë rast unë duhet t'i them pak zotit Gonzato, për cilin unë e kam respektuar dhe respektoj si përfaqësues i Bashkimit Evropian, pa diskutim. Por përpjekja e tij për të injoruar narkoshtetin në Shqipëri është një mbështetje direkte për këtë, për narkoshtetin. Dhe do i kërkoja njerëzisht që referohet Nicola Gratierit, një italian që lufton ditë e natë me mafjen dhe që deklaron se Shqipëria jo narkoshtet, por është më keq se narkoshtet. Dhe e dini pse? Sepse nuk mund të hetohet se të dekonspirojnë me njëherë. Dhe para se të sulmosh opozitën pse ajo bën fjalë për narkoshtet, ajo dhe cili do qoftë tjetër, le të ndalet pak tek raporti i OSBE-Odirit, tek pjesëmarrja bandave në ditët e zgjedhjeve, tek kullat që 80% të parave i kanë nga nën toka, jo nga bankat. Le të ndalet pak tek pritja e Sinaloas në zyrën e kryeministrit dhe udhëtimi i qeveritarëve në Aruba, fakte këto jo të opozitës. Është gabim shumë i rëndë ta takosh opozitën se ajo flet për narkoshtet. Opozita sigurisht do mbrojë interesin e vet, interesin kombëtar të vendit vet. Por kjo përbën një mbrojtje për narkoshtetet dhe qeverinë. Dhe u do rikujtoj shqiptarëve një skenë, se jam këtu. Në vitin 2015, vendi u mush kanabis, si që kujtohet, nga pogoni gjerë tek